Çka është postpartum? Unë jam Anduina edhe kom vendos me qitë të vërtetën tavolinë se dikush do të me bo. Postpartum nuk është hajt mos u qupesh se krejt i ki, as nuk është lodhje normale, e as nuk është teke e grave. Postpartum është fazë fizike plus emocionale plus hormonale që ndodh realisht në trupin e çdo gruaje masi që lind. Edhe jo nuk është një gjendje që kalon me hajt flaj pak edhe pushoset kalon. Studimet tregojnë që rreth 1 në 7 gra përjetojnë depresion postpartum. Kjo është sipas American Psychological Association. Ka dhe studime tjera, për shembull Johns Hopkins në 2021 që tregon që truni i gruas pas lindjes pëson ndryshime që janë çaq të mëdha sa ato të adoleshencës. Po, çaq serioze. Edhe prap pak e heq flitet për to. Ama problemi kryesor s'është veç te postpartum si gjendje, po te mungesa e edukimit rreth tij. Se shoqënia jon e sheh se hajt pres se kalon mos jashtë vetit në kryse veç mazi. Krejt rinia jon, mediat, familja e kanë kriju një imazh të nanës superheroin që është gjithu kesh, e gatshme me prit mosafer, me energji 100%, pa marr parasysh sa ka flaj. E fort, me duru krejta, bile edhe nëse i dridhet trupi pe lodhjes, prap do të më thonë shumë mirë. Kjo është arsyeja pse e shpërfillim postpartum si gjendje, se çaq e kem romantizuar mësin, sa që çdo sen real rreth sajna duket e rrezikshme. I shkon mirë me e kuptu që në vërtet postpartum është periudha kur hormonet bijnë si tregu i kriptovalutave. Emocionet rriten e ulën për 30 sekonda, identiteti i gruas ndryshon, trupi i saj është në proces shërimet, edhe ajo hala nuk është e njoft vetë versionin e saj të ri. E krejt që to ndodhen ndërkohë që shoqënia pret prej nanës me u sill normal, me qenë disponueshme, mos me u anku, me qenë lumtur 24/7 se ka marrë dhuratën më të mirë në botë që është fëmia. E kjo patjetër që është e vërtetë. Krejt pajtohemi te kjo pikë që fëmia është për një me dhurata më e mirë që mundesh me e marrë. Po çapo na mungon është me kuptu që kjo gjendja postpartum nuk i ngjan as në emocionet vetëm. Do gra dojnë afërsi, do dojnë qetësi, do dojnë me fol, do me hesht, do dojnë ndihmë, do hapësirë. E më e rëndësishmja është që asnjëna prej këtyve nuk është gabim. Si shoqëni, edukimi jon do të më përfshi mos me gjyku nanat për çka ndjejnë ose që se din çka ndjejnë. Mos me u minimizu përjetimet, mos me i detyru me u dokt forta për me na rahatu neve, edhe mos me i trajtu si robot. Nëse një nanë thot, po du me kon vet, s'është tragjedi, leje. Nëse po të thot, po du me fol, o loje ngaje. Nëse të thot, mba ma bebën 1 orë, mos ja numëro minutat. Ose nëse shë që s'po dën me ja prek bebën, mos e prek, respektoje. Se postpartum nuk është fazë që duhet me u duru, është fazë që duhet me e kuptu. E nëse ka diçka që neve duhet me na ardhë marrë, është që shumë gra e kalojnë këtë periudhë tjetës të ndjet vetme e të padëgjushme. Kjo është arsyeja pse na duhet edukem. Jo për me u dok ma të meqëm, po për mos me i lo nanat me luftu vet e fshehur aze. E për çdo nanë që po e sheh këtë video, nuk je vet.